Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur peshqi në letra të rëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Sot kam zgjedhur të bëj një pyetje. Çfarë duhet të ndryshojmë, në këtë rast ju të dashur peshqi, tek vetja që jeta juaj të ecë përpara? Kur them jeta juaj mendoj synimet, qëllimet, dëshirat. Ndonjëherë nuk janë rrethanat ato që na mbajnë në vend, por mënyra si mendojmë, si reagojmë dhe zgjedhjet që përsërisim çdo ditë. Le të shohim çfarë mesazhi kanë letrat për ju të dashur peshqi sot. Fillojmë me nënën tokë. Peshq, kjo letër është që në pamje të parë duket e qetë, të jep ndjesinë e stabilitetit. Sikur njeriu e di çfarë kërkon, por sa më gjatë e shikon, aq më shumë e kupton se qetësia dhe eratia nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Më duket sikur je mësuar me një rutinë, peshqi. Jo domosdoshmërisht sepse je i lumtur me të, por sepse është bërë e njohur për ju. Njeriu mësohet dhe me gjërat që nuk e bëjnë të lumtur. Mësohet me një punë që nuk e motivon, me një marrëdhënie që nuk e mbush, me zakonet që nuk i sjellin më asgjë. Dhe me kalimin e kohës nuk pyet më a jam mirë, por vetëm a jam mësuar kështu. Kjo letër të fton të ndalesh dhe të bësh pyetje të sinqert vetes tënde. Apo jeton ashtu siç e dëshiron, apo thjesht je ambientuar me atë që ke. Sepse ka ndryshim të madh mes paqes dhe dorëheqjes. Ndonjëherë i ngatrojmë. Dhe pikërisht në momentin që fillon të vësh këtë dyshim, vjen letra tjetër, që është asi i tokës. Kjo është një mundësi, por jo një mundësi që bjen nga qielli, peshqi. Është një mundësi që kërkon veprim. Më duket sikur para teje është hapur një derë. Mund të jetë një ide, një projekt, një ndryshim në punë, një kurs, një njohje, ose thjesht një mënyrë e re për të organizuar jetën. Problemi është se ti vazhdon ta shikosh derë, por ende nuk e ke kaluar pragun. Shpesh themi e kemi zakon, po presim rastin e duhur. Por letrat këtu thonë diçka tjetër. Realiteti nuk dhe rastet nuk krijojnë njerëz të suksesshëm. Njerëzit krijojnë raste. Nëse vazhdon të presësh peshqi që gjithçka të bëhet e qartë përpara se të veprosh, mund të humbasësh mundësinë pa e kuptuar fare. Ajo të thot vetëm një gjë, merr hapin e parë, sepse pa të hap asgjë nuk fillon. Dhe këtu vjen letra i urti, që quhet. Kjo është e përvojës, letër e përvojës, por përvoja ka dy anë. Nga njëra anë të ndihmon të mos përsërisësh të njëjtat gabime, nga ana tjetër mund të bëj apo të bëj tepër të kujdesshëm. Më duket sikur ke kaluar disa zhgënjime që të kanë mësuar shumë. Sot nuk beson lehtë, nuk vendos shpejt dhe nuk futesh në asgjë pa menduar mirë. Kjo është shumë pozitive. Por letrat më tregojnë se në një moment ky kujdes është kthyer në fren dhe të ndalon, të mban. Ti sheh edhe atë që ndodhi 5 vite më parë, edhe atë person që të zhgënjeu, edhe atë gabim që bëre dikur. Dhe pa e kuptuar e kaluara fillon të marrë vendimin apo vendime në vendin tënd. I urti nuk të thot të harrosh përvojën, ai të thot ta përdorësh si mësim, jo si burg, sepse jeta nuk përsëritet gjithmonë. Dyshi i zjarrit të quhet të ndryshe kjo letër, dy zjarret. Kjo është letër që të jep apo të krijon momentin e zgjedhjes. Më duket sikur ke arritur në një pikë ku mund të rish
ku nuk mund në fakt të rish më me një këmbë këtej dhe andej. Duhet të vendosësh. Dhe shpesh vendimi nuk është mes të mirës dhe të keqes peshi, është mes asaj që të jep siguri dhe asaj që të jep rritje. Shumë njerëz zgjedhin sigurinë, jo sepse është më e mirë, por sepse kanë frikë nga e panjohura. A je duke zgjedhur atë që të bën të ndihesh rehat, apo atë që të ndihmon të rritësh, të arrish? Sepse këto nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Asi i zjarit të dashur peshi e ndryshon krejt energjinë. Nuk flitet më për të menduar, nuk flitet më për të analizuar, flitet për veprim. Kjo letër më thot se mbrënda teje ka ende dëshirë, ambicie dhe energji. Ndoshta e ke harruar për pak kohë, por nuk është e zhdukur. Ku po e shpenzon energjinë? Tek ankesat, tek krahasimet, tek mendimet, apo te ndërtimi diçkaje që nesër do të bëj krenar. Sepse energjia nuk po mungon, ajo vetëm po shkon në drejtim të gabuar. Dhe kjo është diçka që mund ta ndryshosh duke filluar që sot. Duke marrë letrën e fundit, udhëtimin, që përfundon historinë e këtij leximi, nuk premton që rruga do të jetë e lehtë. As nuk të premton se nuk do të gabosh. Nëse vazhdon të ecësh, nuk do të mbetesh aty ku je, dhe këtu është dallimi, të dashur. Dhe kjo është e vetmja garanci që jep jeta. Mos prit që të zhduket frika, mos prit që të vi momenti. Mos prit që dikush të jap leje për të ndryshuar. Sepse udhëtimet më të rëndësishme nuk fillojnë kur gjithçka është perfekte, por ato më të papriturat fillojnë ditën që njeriu të vendos të mos qëndroj më në vend. Pra është në dorën e juaj. Të analizoni, të prisni momentin e duhur, apo vërtet të ecni para qoftë dhe e gabuar, të paktën do ecni, sepse ka filluar të bëhet një ves duke qëndruar në një vend, pa bërë as edhe një ndryshim.